Takimi i radhës i kandidatit socialist Vullnet Sinaj u zhvillua në Mesaplik në praninë e banorëve të zonës dhe kryetarit të bashkisë Selenic, Nertil Bellaj. Aktiviteti u shënua nga një atmosferë pozitive me diskutime të hapura për zhvillimin e mëtejshëm të zonës. Bellaj u shpreh rreth potencialit që ka Mesapliku për zhvillimin e turizmit. Nëse ka ndonjë vend me potencial për zhvillim të turizmit, është pikërisht Mesapliku. Fokusi te kjo zonë si është zhvillim për të gjithë bashkinë. Këtë herë, Vullnet Sinaj vjen më i fuqishëm me 8 vite eksperiencë. Mbështetja për të është mbështetje për të gjithë ne. Ti në kuvend është si një avokat i mirë për bashkinë tonë. Ai shtoi se zona ka filluar të marrë më shumë vëmendje ndërsa banorët porisin ndërgjegjësimin për vlerën e pronës dhe dokumentimin e saj. Nëse ka një fshat që ka një potencial për zhvillimin e turizmit, është Mesapliku për vetë pozitën e saj gjeografike që ka. Këto gjëra nuk bëhen vetëm. Këto bëhen me mbështetje, me njerëz. Mendojmë që këtë vullneti është më i fuqishëm se çdo herë tjetër, pasi ka 8 vjet eksperiencë. Por për ne është i provuar njëri që të gjendet, njëri që jeton me hallet e njerëzve. Mbështetja e vullnetit është mbështetje për të gjithë ne, edhe për ne si bashki. Unë nuk kërkoj mbështetjen tuaj këtë herë edhe për bashkinë, sepse zëri i vullnetit atje është një avokat shumë i mirë për bashkinë tonë. Ma besoni që është një avokat shumë i mirë edhe për investime, por edhe për çdo gjë që mund të dalë në të ardhmen. Sepse e vërtet është që kjo zonë po fillon që të ketë interes. Në fjalën e tij, kandidati socialist Vullnet Sinaj rikujtoi angazhimin e tij të mëparshëm me banorët e Mesapliku, duke theksuar se gjithmonë do të jetë mirënjohës dhe se nuk e vendos rezultati respektin e tij për këtë zonë. Jam munduar me të gjithë energjitë e mia, nuk jam kursyer. Deputeti është zëri juaj, përfaqësues dhe mbron interesat tuaj. Nëse ju më doni prap, se ndoshta mendoni që jam më i mirë se ndonjë tjetër, më votoni edhe më sillni prap këtu. Unë si do të ndodhi, historia ime, unë do të them gjithmonë faleminderit. Gjithmonë. Nuk e vendos rezultati, respektin tim për Mesaplikun apo për zonën. Këtu në çik më shumë se kam detyrime më shumë se sa në zonat tjera. Jam munduar me ato fuqitë e mia të deputetit, energjitë e mia, sa kam pasur në dorë, nuk kam kursyer. Deputeti është zëri juaj që flet se çfarë do kërkoni juve në parlament, që kërkon atë që do kërkoni ty në qeveri, që vinë mbron interesat tuaja, kemi një bashki të ndershme. Edhe kjo nuk është pak. Ai punon, ai sa mundësi ka, sa fuqi ka, por ama janë të ndërgjegjshëm. Unë punova 8 vjet, jo vetëm për të bërë investime në zonë, por edhe për të sjellë këta djemë të rinj në drejtim të bashkisë. Ndiem borxhëlli, sepse nderi që më keni bërë dhe emri që më keni dhënë, unë tani po e kuptoj. Më duket që do më ngarkoni prapë me një barë të rëndë mua. Edhe ndoshta do kem fuqi dhe energji dhe mendje që ta shkarkoj ditë për ditë atë barën me punë. Në këtë mandat do punoj më shumë. Unë do t'ju them që do bëj maksimumin tim. Do bëj maksimumin tim. Siç ju them që po nuk bëra maksimumin tim, unë këtu të vi të kërkoj votë më, nuk vi. E drama thotë, më të mirët nuk jemi, po më të mirë se ne nuk ka. Jo vetëm aq. Po unë them kështu, duhet mendojmë një herë, po sikur të mos ishte kryeministri e drama, të ishte një kryeministri tjetër. Se ne me Vlorën jemi të lidhur, a do kishim lungomare, a do kishim aeroport, a do kishim atë tunelin rrugën Sandej, a do kishim rrugën e lumit Vlorës, a do kishim këtë rrugën tjetër, a do kishim shpresë që do bëj rrugan. Unë them jo. A kemi kryeministër që vërtet do na çojnë në Europë? Unë them po.